illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sha. Vetëm se ati njeriu do t'ja hap Allahu 8 dyert e xhenetit për t'i thanë hynë o robin për cilës der dëshiron. La ilaha illallah. O ju robër të Allahut, transmeton Ebu Hurejra, transmeton Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ma min ahadin yatawaddah fayubligu aw fayusbiqu alwudu'a thumma yaqul. Ndonjëri pe jush kur merr abdes dhe e përsosën abdesin, amani be vllazit e mi, sa kohë na merr abdesi? 1 minutë apo 2 minuta? Kush merr abdes dhe e përsos abdesin dhe pas asaj thot eshhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, pra e thot shahadetin se s'ka kush që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Dëgjoni shpërblimin e madh që e ka përgatitur Allahu xhallahu ala për të. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sha. Vetëm se ati njeriu do t'ja hap Allahu 8 dyert e xhenetit për t'i thanë hynë o robin për cilës der dëshiron. La ilaha illallah. O ju lëzën një abdes dhe një shahadet pas abdesit, je meritor insha Allah që Allahu Gjelle wa Ala të t'i hapën 8 dyert e xhenetit për të thënë urdhëro o biri Ademit hynë për cilës der dëshiron. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: kush merr abdes dhe pas asaj i falën 2 rekat për hatër të Allah, pra në rekat nafile, muqbilan bi qalbihi wa wajhihi ila Allah, duke qenë i drejtuar me fytyrën dhe zemrën e tij për tek Allahu, illa wajabat lahu al-janna, vetëm se Allahu ja ka bërë obligim vetes së tij që atë njeri ta shtyjë në xhenet.